Edhe pse nuk është qelur zyrtarisht sezoni turistik, Gjirokastra mirëpret çdo muaj vizitor të shumt. Krahas promovimit që po i bëhet qytetit të gurtë, edhe rritja e cilësisë së shërbimeve nga operatorët turistik e ka renditur ndër destinacionet më të preferuara. Vizitorë nga shtete të ndryshme vlerësojnë Gjirokastrën për traditën, historinë dhe mikpritjen. Duket mirë, edhe për mua është hera e parë këtu, por më pëlqen shumë, veçanërisht këtu në Gjirokastër. Jemi nga Austria, unë e dua këtë vend. Është hera jone e parë këtu, kemi parë qytetin e vjetër, shtëpinë e Hoxhës dhe disa banesa karakteristike dhe jemi mjaft të lumtur. Ushqimi është fantastik, njerëzit janë të mrekullueshëm. Do të kthehemi përsëri. Jemi nga Spanja dhe kjo është hera e parë që jemi në këtë qytet. Ne kemi qenë në Tiranë dhe në Korçë dhe dje erdhëm këtu. E pëlqejmë shumë këtë qytet prej kështjellës dhe pamjes së mrekullueshme. Gjithashtu kemi vizituar rrugët e kallëdrëmta, shtëpitë, kemi qenë në 2 banesa karakteristike dhe ishin mjaft interesante për ne, spektakolare. Me ha parecido muy bien esta ciudad, tiene un castillo muy bonito. Më ka bërë shumë përshtypje ky qytet. Ka një kështjellë shumë të bukur dhe njerëzit janë mjaft të dashur. Është një siti vlerësuar nga shumë turistë, sepse ka gjëra që ja vlen të vizitosh. Më duket një qytet shumë i rëndësishëm brenda Shqipërisë. Por turistëve u vështirëson vizitën në qytetin e mbrojtur të UNESCO-s qarkullimi i mjeteve në qendrën historike. Çka pohohet edhe nga tregtarët e suvenireve, që shtojnë se jo rrallëherë të huajve u është rrezikuar edhe jeta. Është një problem shumë të rëndësishëm dhe duhet patjetër që të vihet dorë në lidhje me qarkullimin e makinave, pasi mund të shohim që të gjitha punimet artizanale dhe të gjitha produktet tona ekspozohen në ambientin jashtë. Gjithashtu, makinat nuk lejojnë që turistët të afrohen më shumë dhe të shohin në mënyrë më të detajuar dhe të afrohen dhe me neve, pasi është rreziku i jetës së tyre në lidhje me makinat. Trafiku është goxhaja i madh, por duhet të gjendet mënyra për ta eliminuar këtë lloj trafiku, se në momentin që janë 50 veta dhe po shijojnë qytetin, jo vetëm për suveniret, për blerjet tona, por shijojnë qytetin, edhe ata janë si për të treguar dhe botës se ku kanë qenë dhe çfarë kanë parë, në atë kohë që vjen makina dhe ata